Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Piktori nga Drenica, Haxhi Fejzullahu, hapi së fundmi një ekspozit personale në Austri me 28 piktura që treguan tensionin midis jetës në Kosovë dhe përvojës së tij si mërgëimtar, duke përdorur teknikën e qymyrit dhe argjiles për të krijuar një dialog ndërkulturor. Për ekspozitën me titull Jeta mes dy botëve, tani do të flasim me videolidhje me piktorin Fejzullahu. Haxhi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për kohën që ndatë për këtë intervistë. S'ka pse, faleminderit edhe për juve që na mundësut me kanë pjesë e këtij misioni magazin kulturor, cili është shumë i dobishëm për komunitetin tonë jashtë dhe në vend. Faleminderit, Haxhi. Haxhi, çfarë e ka motivuar titullin Jeta mes dy botëve dhe si reflektohet themi ky koncept në pikturat tuaja të ekspozuara në 28 piktura? Po, kjo ekspozit është mojtur në qytetin Fojsberg, këtu në galerin Gang Galeri, ku është shumë e mirëpritur dhe kjo me ka shtyar se çdo mërgimtar, si çdo mërgimtare, jeton në mërgim, por ëndrat e shenë në vendlindje. Edhe përmes asaj se çdo artist punimet i bën me ndjenja shpirtërore me ato dhe me ka shtyar që ti paraqes komunitetit austriak dhe ati shqiptar aty se si një mërgimtar jeton në mes të dy botrave, ku jeton në mërgat, kurse ndjenjat i ka edhe në vendlindje. Flasim njerë për teknikat që është përdor. Pse zgjathet kombinimin e qymyrit dhe argjiles, si mjet kryesor, dhe çfarë simbolizon, apo çfarë simbolizimi mbart kjo zgjedhje? Po, kjo është, dhe me thonë, unë ku jetoj këtu në këtë vendin e quajtur Fojsberg, kjo ka qenë përpara u quajt një region i qymyrit, ku në terë është i mirënjohur në terë Austrinë, si të na që ka qenë Trepça, miniera Trepça, edhe këtu është qymyri, kurse unë këtu përmes pikturave e paraqes këtë region, Veststeiermark, i cili quhet, dhe këta janë shumë të mirënjohur se i prezantoj në çdo ekspozit ku e bëj, e prezantoj këtë region dhe e përdori qymyrin dhe dheun i cili e marrë një lartësi mbi 1800 metra, i cili dhe e ka një efikas në pelhur shumë domethënës që paraqitet është shumë i bukur. Haxhi, përmende që janë shumë mirënjohës, do thotë që e përdorni qymyrin që simbolizon vendin edhe ku jetoni. Si e shihni rolin e artit në ndërtimin e një ure kulturore midis Kosovës dhe Austrisë? Po, si çdo herë, arti është ura më e mirë ndërlidhës shqiptare austriake. Na ka dhënë rasti sidomos edhe në Vjenë përmes Këshillit Koordinues, kena bërë një ekspozitë të përbashkët shqiptare austriake, ku kanë marrë pjesë shumë ka qenë mirëpritur dhe kjo ndërlidhje na bashkon më shumë të mendojna edhe në të ardhshëm jena në formim e sipër një shoqate shqiptare austriake ku do të bashkëpunojmë një urë ndërlidhëse si me troje shqiptare dhe me Austri, si andej e këndej në të ardhmen e kenë këtë plan të përbashkët artistët shqiptarë që jetojnë këtu në Austri. Kthehemi për pak tek pikturat edhe njëherë. Si ndikojnë kujtimet tuaja nga Drenica dhe jeta në Austri në krijimin e motiveve në veprat e tuaja? Po, qërë, si çdo herë, çdo shqiptar na i keni ndjen atje dhe na i din ato vujtjet e ato, edhe unë përmes shpesh kam piktura për ato vujtjet e shqiptarëve, si refugjate, si krejt shpesh në piktura i fokusoj dhe janë shumë të mirëpritur, posaçërisht unë personalisht mundohem përmes pikturës të tregoj vlerat tona kombëtare dhe ato sidomos
me çdo ekspozit e kam komandantin legjendar Adem Jashari, i cili është i mirë pritur nga këtu dhe çdo vend në Austriak ku shkoj e prezantoj atë tragjedinë që të terrorit serb që të cilët kanë bombi popullatën shqiptare, unë përmes artit që tregoj botës që na kena qenë të pafajshëm dhe jena të terrorizuar nga terrori serb. Flasim pak edhe për reagimet. Kishte ndonjë reagim të papritur nga vizitorët austriak ndaj ekspozitës, veçanërisht ndaj elementeve kosovare, nëse ka në to? Jo, ata shumë i mirëpresin dhe i kuptojnë bile sidomos një vizitor i tregova disa gjëra këto i tregova për sakrificën e Adem Jasharit tani kënej, edhe tha me tregoj se edhe baba i tij në atë kohë kishte ikur në Zvicër nga ku mas luftës 43 në kënej, tha ma përkujtove atë ndjenjen e prindve të mia në qysh kanë migruar në kënej. Edhe unë në çdo ekspozitë paraqes dy kulturat shqiptare austriake, dhe mundohen në atë aspektin me tregu edhe vlerat tona artistike edhe aty në austriake. Edhe janë shumë të mirëpritur, edhe jam shumë mirënjohës çdo ekspozitë që vaj, si jo çdo kund gazeta e përditshme austriake Kleine Zeitung janë gjithë afër meje, i falenderoj posaçërisht për përkrahin. Si përmend edhe gazetën, do të dihet është shkruar gjithandej që mendimin e një gazetari austriak është realizuar edhe kjo ekspozitë dhe na tregon si lindi ky bashkëpunim me Franz Taurer dhe çfarë roli ka luajtur ai në realizimin e këtij projekti. Po, Franz Taurer është një gazetar i mirë njohur, një kritik, edhe shumë kanë ndikuar të kjo paraqitja, që cilën e paraqes këtë region dhe për atë arsye për krah dhe është shumë i mirë njohur që paraqes to dhe me përkrahin si çdo herë për këtë ekspozitë që kam bërë, sidomos ka dhënë fjalë shumë miradije dhe është një emigrant i cili ardh për shembull me një valigje me një qonë dorë dhe ku ka rritë që të marrin shembull të tjerët dhe kam qenë shumë mirënjohës dhe e kanë pritur shumë mirë, sidomos disa politikanë kanë qenë artista, poetë e tjerë kanë qenë pjesëmarrës të ekspozitës. Kthehemi pak sa me një pyetje pak më shpirtërore, që ka të bëjë me mërgimin dhe artin natyrisht. A ndjeni se mërgimi ju ka dhënë një perspektivë më të thellë artistike? Po, është e vërtet. Është e vërtet se mërgimi më ka dhënë shumë një ndjenjë artistike më shumë dhe këto janë edhe kushtet këtu, është përkrahja, edhe çdo dhe ki gjasa me ecë përpara. Ajo është shumë domethënëse se këto për shembull punon edhe në shteti ke drejtim edhe janë këto galeri të shoqata të cilat përkrahen, sidomos artistat e ri, çdo herë këto është përkrahja institucionale e për ata edhe me ka shtyr që të vazhdojnë me art dhe mos të ndalen. Axhem, tregot lutem, a keni pas vështirësi apo cilat kanë qenë ato vështirësitë më të mëdha kur u përballshit me dy realitete të ndryshme në një vepër të vetme? Po, në fillim kuptohet, fillim është kjo je mundue përmes me treguat realitetin tonë, si e na ardha ato vështirësi që me piktura, janë mirë pritur dhe mandej kur ja kom nis me thëngjell edhe me prezentu edhe këtë regionin kënej edhe me artin austriak, pashtu është edhe tash e ka dhënë unë më të madhe dhe është shumë mirë pritur. Këtë teknikën që e përdori unë është dhe me thëngjell dhe është shumë e mirë pritur në çdo vend ku bëj ekspozitë. Në trega, pak sa flasim edhe për atë tensionin midis traditave kosovare dhe modernitetit austriak në pikturat tuaja. Po, tash pikturat mia shqiptare ma shumë ndikojnë ato vlerat tone, kombëtare, mundona me lidh ato me tregu ato vlerat aty. I përfshi edhe disa vlera kombëtare austriake,
të cilat kanë, po shpirtnisht i ndi shumë përbashkëta dhe ndihen krenore dhe publiku edhe këta austriak të cilët i presin janë shumë njerëz. A gjë keni planifikuar këto aktivitetet ndërvepruese me publikun gjatë ekspozitës për të thelluar kuptimin e veprave? Po, është mirëpritur dhe çdo vizitor, çdo ka pas pyetje të mateshme dhe shumë janë të mirëpritur. Dhe çfarë shpresoni se do të marrë publiku austriak nga kjo ekspozitë? Që nuk do të gjente në një galeri tradicionale, të themi. Publiku austriak nga kjo, siç thashë edhe më parë, e ka mirëpritur dhe ka treguar se si një refugjat për vitet 90 aty i ka ardhur dhe ku e ka treguar të mbijenet, kanë mësuar, po do të thonë që janë me njohës se si kom arrite, si e kom bërë këta dhe i paraqes dy kulturat janë shumë dominuese se bën këta gjithkosh. Unë i paraqes edhe këta javëlloje hond madhe dhe i austriakëve edhe këtij regioni dhe janë shumë falendërues. A do të zhvendoset kjo ekspozitë në vende tjera të Evropës edhe në Kosovë natyrisht? Po, sidomos në Kosovë e kam plan mas pare në vendlindjen time Skenderajnë, në ekspozitë me bërë. Kam pas oferta në Stockholm të Suedis, po koha s'kom premton edhe kësisht në Kosovë shpresoj se do të visë së shpejti dhe do të për një ekspozitë. Dhe kështu pak para fundit, flasim për një vepër më specifike, cila nga vepër nga ekspozita, nga 28 pikturat ju ka sfiduar më shumë emocionalisht gjatë krijimit? Është një pikturë është shumë domethënëse dhe shumë prekse. Është shpëtimi apo vdekje, është ku kom paraqitur një rast, një memori disa refugjat ka përcjell një lum, unë këto kom dëgjuar nga një non shqiptare, e cila ka rrezikuar fëmin e ka marrë me durë nalë, shtu mos më myt e me dal në Austri, e unë e kom paraqit në piktura ato, edhe kur e kom treguar disa vizitorë, sidomos një plak, janë nisën lëtë të shkojnë, se aja tash ka rrezikuar jam me dal në Austri, beben e ka marrë nalt, e lumi derin mi shok, e unë e kom paraqit piktura ato, ja sqarojsh atë qysh kanë hjek shqiptarët ato, e shumë ka qenë emocionune në grua dhe ja ka nisë me qajta, tha, njerë shumë mirë që i paraqes këto vujtjet e realitetin e shqiptarëve. Do të thotë edhe mesazhi final, apo porosia finale që dëshirojnë të lini me këtë ekspozitë është që ata që e patën si mërgjimtar ose si vendas, të një tregoni atë tregimin kuratorial e keni, se si me një torp keni shkuar atje dhe keni arritur që do të keni këtë ekspozitë. Si cila në artë, sidomos, theme, mos ty në tema tjera, në lëmit të tjera, në artë, sidomos, gjdo vepër që përfundan, fillojnë pyetje të reja, dhe pyetje të reja paraqesin edhe vepra të reja që do të bëhen, apo ekspozita të reja, apo pikturat. Do të fillosh, ke menduar idenë, do të fillosh diçka më të tje përveç kësaj ekspozite? Po, kam plane të teme, besoj që edhe në të ardhmen do të bëjsh edhe shumë ekspozita tjera që jam i ftuar me nëran në një qytet vogël Maria Lankovës quhet, jam i ftuar edhe ato të hapi një ekspozitë se kanë dëgjuar se është kjo teknika e më shumë e mirëpritur ku të shkoj, edhe janë shumë të mirë njerëz. Agje, apo dëgjohemi? Po, jemi në linjë. Po dëgjohemi, apo dëgjohemi? Faleminderit, zotëri Fejzullahu, shumë për kohën që ndatë, për e atje që u lajmëruat, shpresoj që këto ekspozita ta kene në ndonjë pronar të denshëm, pse jo, dhe natyrisht na vini edhe këtu të ne, dhe t'ju kemi edhe në studio, pse jo, dhe t'ju përcjellim me kamera, dhe të bëjmë promovimin e tyre sa më mirë.
Ju faleminderit për ftesë, ju dëshiroj çdo të mirë punë të mbarë dhe Zoti e bekoft popullin shqiptar. Faleminderit Haxhi. Mirupafshim. Mirë pafshim tonë. Vëmendje veçantë për trashëgimin kulturore të Prishtinës, shkruan Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hairullah Qeku në Facebook. Qeku më tej shtën se ndërhyrjet restauruese në shtëpi tradicionale të qytetit janë në fazën përfundimtare. A i bën me dije se kanë vizituar shtëpinë e Kurtesh Sulejmanit, të Salis Safçit, të Syni Lerëve dhe ndërtesën e Kryqit të Kuq për t'i parë nga afër punime që po zhvillohen me dinamik të lartë. Këto asete janë pjesë e rëndësishme e qendrës historike të qytetit dhe përfaqësojnë vlerat të trashëgimisë sonë kulturore dhe arkitektonike. Restaurimi i tyre siguron ruajtjen e identitetit urban dhe historik të kryeqytetit, shkruan mes tjerash Ministri Qeku. Instituti Albanologjik i Prishtinës, konkretisht Dega e Etnologjisë, do të organizojë një tryezë shkencore në ndërim të kontributit të jashtëzakonshëm studimor dhe akademik të profesoreshës Drita Halimi Statovci, etnologës së parë grua në këtë institucion. Ngjarja do të zhvillohet më 22 prill. Në këtë aktivitet, profesoresha Drita Halimi Statovci do të nderohet me një mirënjohje. Studiosit të njohur si Lumnie Kadriu, Angelina Hamza Hasanaj, Zanita Alimi, Valon Shkodra dhe Rini Useini do të flasin për aktivitetin shkencor dhe kërkimor të profesoreshës Statovci Halimi, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e studimeve etnologjike shqiptare, duke themeluar studimet universitare në këtë fushë në Universitetin e Prishtinës. Në këtë tryezë shkencore do të shpalosen kontributet e profesoreshës Halimi Statovci, e cila ka pasur një ndikim të thellë në zhvillimin e etnologjisë në Kosovë dhe më gjerë. E njohur për punën e saj të shquar dhe për kushtimin e palodhshëm, ajo ka udhëzuar dhe frymëzuar brezat e rinj të studiosëve dhe etnologëve. Kjo ngjarje është e veçantë edhe për shkak të shënimit të 80 vjetorit të lindjes së profesoreshës Statovci, një figurë e shquar e shkencës dhe kulturologjisë shqiptare, e cila ka lënë një trashëgimi të madhe në fushën e etnologjisë. Erzë Dinarama, arkitekte, dizajnere ndërdisiplinore, është përfaqësuese e Kosovës në edicionin e 19 të ekspozitës ndërkombëtare të arkitekturës Bienale e Venecias 2025. Një intervistë në RTK tha se tema Bienales së arkitekturës në Venecia është përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike dhe qasja që duhet të ndryshohet nga dizajnerët që merren me dizajnimin e qyteteve dhe territoreve. Ajo tha se emri i temës është inteligjencë natyrale, artificiale, kolektive dhe është përzgjedhur nga kuratori i edicionit arkitekti Karl Lorati. Ajo tha se në këtë ekspozit ka aplikuar me një holumtim që bazohet në një holumtim të ngjajshëm që e ka bërë në Zvicër më herët dhe sipas saj në bazë të tij është përzgjedhur edhe për Kosovë. Sipas saj, instalacioni në Venedik reprezentohet përmes erërave dhe është duke punuar me një artiste të erërave që po i rikrijojnë momentet krizë, të cilat i përshkruajnë fermerët e Kosovës gjatë vitit. Në qytetin Buz Ibrit në Mitrovic, u mbajt festivalin mbarkombëtar folklorik Boletinin Ples t'Bardh, ku ansamblet kulturo-artistike pjesëmarrëse u prezantuan me programe artistike folklorike nga viset shqiptare. Festivali Boletinin Ples të Bardh i kushtohet herojit të Kosovës si sa Boletini, një prej figurave më emblematike të rezistencës shqiptare. Hapjen e festivalit e bëri ansambli Nikoqir Shqipet e Vogla nga Mitrovica me vallën e Shqipeve. Përshtypje të mirë la dhe shfaqja ansamblit Zëri Kosovës nga Fush Kosova me vallët nga Luma dhe nga Drenica, sikur edhe ansambli folklorik Flaka e Llapit me valle dhe këngët për herojin Zahir Pajaziti dhe këngën Ibri i Gjatë. Një prezantim briliant e profesionalist bëri ansambli Bajram Curi nga Prishtina me vallën nga Podguri. Shfaqje të mrekullueshme bëri ansambli Osman Taka nga Vlora me vallën nga Treva Shqiptare dhe me vallën Kapiteni Osman Taka, që u përcoll me Eduard Trokitje nga publiku i pranishëm. Në festival u paraqitën Qendra e Kulturës Kaçanik, pastaj ansambli Kastriotët Ferizaj dhe një paraqitje të mrekullueshme bëri ansambli Shqiponia Saraj në Shkup, si dhe dhuroi shumë emocione, shoqëria kulturore artistike Agimi nga Prizreni. Në fund u ndanë çmimet nga juria profesionale.
Të nderuar shikues, ne këtu po e përfundoj magazinën Art Kultur. Ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim.